paktën ata do të ishin ulur në tavolinë me lëvizjen vetëvendosje, do të kishin diskutuar nëse ekziston apo jo një mundësi e tillë për të arritur një marrëveshje politike. Nesër do të jetë moment, po, zona Kryesiu, nesër do të jetë momenti kur do të uleni gjithë së bashku, do të shohim se çfarë do të prodhohet. Ka shumë komente këtu nga studio, po nga ajo që e pash zona Kryesiu insiston që kryetare kandidatja nuk ndryshohet, zona Albulina Xhiu do të jetë edhe vetëvendosja nuk bën kompromis në asnjë formë për kryeministrin edhe zotin Albin Kurti për qeverisje Kurti 3. Shqipe Pantina e ka reagimin e parë, më pastaj Kore tha dhe një gjë zonja Kryesiu, tha do ta bëjmë të pamundurën që ta bëjmë qeverin Kurti 3 dhe pyetja jem është çka nënkupton, cila është e pamundura që do ta bëjnë në ne dhe deri më tani pra siç e përmbledhet edhe ju, është vetëm një propozim i lëvizjes vendosje që është zonja Haxhiu krye parlamentare dhe vetëm një subjekti politik cilit ata i kanë bërë ju Arbrisha i keni bërë ftesë dhe ju ka refuzuar që është LDK-ja. Por ju nuk keni provu asnjë alternativë tjetër sepse në kuvend janë të paktën edhe 3 subjekte politike të cilat ju do të mund t'ju ofroheshit për të arritur një marrëveshje politike. Pra, çka është kjo e pamundura që do ta bëni, ku në fakt nuk e keni bërë as edhe veprimin e dytë të mundshëm, që është ofrimi një subjekti tjetër me cilin do të bënit marrëveshje. Po ashtu ju thatë që LDK-ja ose zyrtarët e saj pas kanë dhënë sinjale që janë të gatshëm për një marrëveshje, po në anën tjetër sinjale më të qarta ka dhënë Nisma se është e gatshme për një marrëveshje, por nuk kemi pa deri me tani që ju keni shpreh gatishmërinë. Spekulohet, nuk di nëse është e vërtet, ju mund na e konfirmoni këtë ose jo, që zotri Limaj ka kërkuar pozitën e krye parlamentarit dhe pyetja është pse pra nuk po bëni një marrëveshje me Nismën dhe pse qenë ka kaq e rëndësishme pozita e parlamentarit që nuk mund ta ushtroj zotri Limaj dhe me patjetër atë pozitë duhet ta ushtroj zonja Haxhiu. Po, zonja Kryesiu, po shkurtimisht, urdhëro. Së pari, nuk është aq e rëndësishme fakti kush do ta ushtrojë sigurisht pozitën e krye parlamentarit, por është shumë e rëndësishme që kjo pozitë ushtrohet prej një përfaqësuesi lëvizjes vetëvendosje, sepse është e drejtë e plotë dhe ekskluzive jona si parti fituese për të propozuar kandidatin. Okej, atëherë pse deri tani 15 herë të Sharbulinën? Po që pyetja atëherë pse pra nuk jemi me lidhje të vale shumë problem se po me ç'është lidhje direkte po, të dëgjojmë urdhëro. Vetëm përgjigjet më të shkurta zonja Kryesiu që të ndryjnë edhe, po urdhëro. Është e drejtë ekskluzive lëvizjes vetëvendosje të propozoj kandidatin, ne kemi bërë një gjë të tillë dhe sigurisht që nuk mund të funksionojmë në bazë të asaj se i pëlqen apo jo PDK-s, LDK-s se të kërkojmë na japin ato propozime për kë ne duam që të kandidojmë për kryetar të kuvendit, ne konsiderojmë që zonja Haxhiu është personi adekuat, prandaj tash 15 seanca radhas i kemi vazhduar me zonin Haxhiu dhe do të vazhdojmë dhe edhe më tutje të jetë kandidate e jonja, sepse është drejtë e jonja ta propozojmë dhe këtu besoj që nuk ka ndonjë çështje për diskutuar më tej pavarësisht faktit që është bërë temë diskutimi. Sa i përket çështjes sa i përket çështjes apo jo të vetëvendosjes për të komunikuar me partitë e tjera politike, kryeministri Kurti ka dërguar një ftesë ende pa filluar konstituimi i kuvendit për gjitha partitë politike në cilën ka marrë pjesë zotri Limaj, aty ka pas një takim në mes të kryeministrit dhe zotri Limaj, por nuk ka pasur takime të tjera, ndërkohë që po ashtu kemi pasur edhe një ftesë tjetër për konsultime brenda ndërtetës së kuvendit, në cilën ka marrë pjesë vetëm zotri Membi Krasniqi, pra ka qenë ftesë për LDK-n dhe PDK-n, dhe arsyeja pse kemi ftuar këto dy parti politike ka qenë sepse këto dy parti politike përfaqësohen me nënkryetar në kryesinë e kuvendit dhe kemi menduar që ndoshta mund të diskutojmë se si të ecim përpara dhe gjejmë një zgjidhje për të votuar kryetarin dhe nënkryetarin dhe ta ecim tutje si proces në pako, sepse të dyja këto procese janë shumë të rëndësishme
që të ketë një dakordim brenda partive politike, ndërkundër të mbullohen prapë, nëse jo e para e dyta. Ndërkohë që s'kemi ftuar partitë e tjera politike sepse nuk kanë përfaqësim në kryesin e kuvendit dhe si të tillë ne kemi ftuar që nuk kanë pse të marrin pjesë dhe sigurisht nuk i kemi ftuar për një marrëveshje politike sepse e kemi thënë, kemi ftuar, kemi bërë kërkesë LDK-s që të ulemi dhe të diskutojmë sepse jemi bazuar edhe në atë çfarë elektorati